lexova, nuk e lexova kot. Ledi do të plasi pikërisht titullin e ekran. E lexova për të thënë që edhe tani 15 vjet më mbrapa, situata është një lloj. A do ndodhi kështu sërish? A do ketë sërish një kablogram nga ambasada e kësaj radhe me administratën e re? Pikpyetjet janë të gjitha. Pa humbur kohë, Ledi do plasi tani tortën e parë të sondazhit sotëm. Me ne në studio është Gjergj Stefa, i kompanisë Sonketa. Gjergj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ky është sondazhi i dytë për këtë të premte. Ju kujtoj të gjithëve se ne do të vazhdojmë çdo të premte me sondazhet deri në datën 9 maj. Përballë Gjergjit është Ilir Kulla, faleminderit Kulla që më erdhe. Dhe Marsit Gupi, pedagog dhe avokat penalist. Plaste tortën me njëherë në ekran, Letjo. Ja ta shohim. Nuk e kemi. Ndërkohë që presin ta kemi, Gjergj na thuaj, ç'të reja kemi nga duke filluar më njëherë të na lexosh ato që ke në celularin tënd, ç'të reja kemi këtë javë, ndryshe nga javë e kaluar. Pra ku kanë ndryruar shifrat e pastaj Kulla dhe Marsi do thonë dy fjalë. Ju kujtoj të gjithëve që në orën 22 ndërpritet biseda jonë për të vazhduar emisionin im më mbrapa me e temagën. Përpara se të fillojmë drejt për drejti me kryeministrin dhe me mandatet, më duhet të bëj një sqarim, qoftë se Ledi më ndihmon dal nga dal, për 2-3 pikpyetje që me të drejtë ata që ke pasur dhe që ke në studio kishin në erë në shkuar. Pikë pari është shpërndarja dhe të dhënat e sondazhit, metodologjia. Metodologjia, kjo është shumë e rëndësishme. Në sondazh janë sonduar 57% meshkuj, 43% femra. Ju po doni pastaj në ditët vijim mund të bëjmë edhe një ndarje akoma më të bukur midis se çfarë kanë votuar meshkujt, çfarë kanë votuar femrat. Po do të ishte shumë e detajuar, shumë e gjerë. Më pas janë moshat, janë prekur të gjitha kategoritë e moshave, sipas përqindjeve të caktuara që ata realisht votojnë në zgjedhje. Numri i votuesve, që bjem dakord gjithë që është diku te 67% që akoma, pra nuk ka ndryshuar numri i votuesve efektiv. Kemi bërë një shpërndarje të ardhurash dhe ajo që më bën përshtypje është që Meta, pra Facebooku dhe Instagrami, në mënyrat e tyre kanë arritur të zbulojnë që 45% të sonduarve i përkon një të ardhura nga 500 deri 800.000 lekë të vjetra. Kaq sa është në fakt edhe realisht numri i të ardhurave për njerëzit që të votojnë. Shpërndarja gjeografike është, ja, këtu dalit të shpërndarja gjeografike se është shumë interesante. 90% janë sonduar në Shqipëri, 10% janë sonduar jashtë Shqipërisë. Sepse realisht edhe numri i votave të regjistruara nga diaspora çani është 10% e numrit të votuesve. Nga ky 10%, pjesa më interesante, kemi Greqinë me 40%, Italinë me 15%, SBA-n me 15% dhe 15% të tjera. Bukur. Sepse realisht edhe në KQZ ka që shpërndarja e diasporës. Nga ana tjetër ka dhe një shpërndarje të ndarjes në përqaqje me përqindje, ku sigurisht Tirana ka 21%, ndërkohë që Dibra, Kuksi dhe Lezhë janë diku te 4% e të sonduarve. Tani ku jemi? Tani si jemi më? Tani jemi tek të ardhurat. Po ta bësh re, 45% e të sonduarve kanë një të ardhur mesatare 50 deri 80.000 lekë të reja. Ka është realisht edhe ardhura mesatare që kanë në përgjithësi në Shqipëri. Qartë. Pra kjo është bërë me vetdije për një gjë të tillë. Ledi do të kërkoja një tabelë që është shkaqet e votës. Shkaqet e votës, po. Janë marrë parasysh 4 elementë kryesore. Jepi Ledio, mundohu të... Elementi i parë është tradita, 18% votojnë sipas traditës. Pra 18%... Vetëm fol pak më ngadalë që Ledio të ketë mundësi të ndjekë. 18% të votuarve nuk mendojnë politikisht. Votojnë çfarë u thot babai, mamaja, fisi, e shkuar e tyre. Votojnë majta sot djathtë. Votojnë majta sot djathtë, 18%. 41% kanë një simpati të tyre. Po sigurisht edhe kjo pak brenda traditës. Pra një simpati apo jo. Interesi çani është 22%. Pra interesi direkt që kanë njerëzit me votën. Dhe aktualiteti është 19%. Pra çfarë ndodh në aktualitet? Nga ngjarjet e aktualitetit, se thua impaktojnë vetëm 19% në atë që bëhet 100% që i votës e njeriut. Por numri i parë është tradita. Për ta shpjeguar, simpatia. Tradita më theti e para. Simpatia është e para që kemi vendosur në sondazh, por simpatia ka marrë më shumë përqindjes. Tradita është e para, por simpatia ka marrë më shumë. Ka marrë më shumë. Okej. Pra çani çfarë do të thotë Lir? Që unë kur shkoj te fleta e votimit, të katër këto elemente kam në kokën time dhe bëj një kombinim të katër elementeve. Pra, për kë kam tradit, për kë kam simpati, për kë kam interes dhe çfarë ka ndodhur me aktualitetin. Po emocionin e përjashtove fare? Te simpatia është emocion. Është simpatia, ke drejtë. Dhe për sa i përket aktualitetit, do të tregoj një detaj të jashtëzakonshëm se përse aktualiteti që trajtohet nëpër studio
me të drejtë politike ndikon shumë pak. Një vit përpara zgjedhjeve të vitit 2009 në Shqipëri, ka qenë një raste të rralla në vendin tonë që për shkak të një incidenti, e quajmë incident, kanë vdekur më shumë se 20 persona në Gërdec. Kjo gjë nuk ndikoi fare në zgjedhjet e 2009-s. Qartë. Pra, në Gërdec fitoi thellë PD. Po jo vetëm në Gërdec, po dhe në overall, partia që ishte në pushtet, ato kohë Partia Demokratike, nuk humbi nga kjo ngjarje. Ndërkohë që po t'i referojmë rajonit ton, revolucionet më dha politike kanë nisur pikërisht nga ngjarje të tilla. Në Serbi, Malzi apo Gjetka. Po mos ndoshta nga që njerëzit me intuitë kuptojnë se nuk janë budallënj që ajo që ndodhi në Gërdec në fakt nuk ishte faji Saliu? Ja, sigurisht që edhe unë mendoj që ajo që ndodhi në Gërdec. Që kanë fjalën ose ka qenë aksident ose kanë hedhë erë njerëz ose faktorë të tjerë që nuk mund të ketë qenë pushteti, s'ka pas interes. Ose ndoshta nga sondazhet tona që nga viti 1997 kur realisht aktualiteti prodhoi revolucionin, shqiptarët në përgjithësi nuk duan që të impaktohen më me ngjarjet që ndodhin. Vazhdoj me shifra, Ledios ka nxjerrë dy tabela të tjera. Po, tani jemi te demografia pra. Jashtë Shqipërisë. Pse kemi kërkuar të bëjmë një sondim të tillë jashtë Shqipërisë? Kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë thon shifrat tu? Sepse ne i kemi kërkuar me vetdije që 40% të sonduarve të jenë në Greqi, 30% të jenë në Itali, 15% të jenë në Amerikë dhe 15% të jenë në përgjithësi. Sepse shifrat që na vijnë nga KQZ-ja, kaq janë dhe raportet e njerëzve të regjistruar jashtë Shqipërisë për këtë zgjedhje. Qartë. Ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme, fleta e parë e votimit që ka ardhur nga diaspora, ka dalë Ilir Marsit e pavlefshme. Fleta e parë. Po, fleta e parë. Ndërkohë kanë mbritur 700 dje edhe 300 po fleta e parë është vetë deklaruar. Ka ardhur nga Venezuela, ka ardhur vetëm një vot nga Venezuela në Shqipëri me post dhe personi që ka dërguar e ka deklaruar në rrjetet sociale. Ledio, hajde këtu të lutem, mandaj ekranin me 4 copa, e pam të pjesë. Çfarë e bukur është kjo? Duke qenë se ka ardhur vetëm një vot nga Venezuela, dëgjon çan? Dhe personi e ka deklaruar votën e tij, KQZ-ja ka vendosur ta ketë nul. Të pa rregull. E di sa do ketë në këto? Patjetër, po kjo është shumë e bukur. Vota e parë nga diaspora vjen nga Venezuela. Në Venezuelë është regjistruar vetëm një person. Personi e ka deklaruar votën, vota është bërë e palishme. Po është e sigurt që jeton në Venezuela ai sepse unë dëgjova atë cili bashkë thoshte që shumë njerëz që duke sigur janë në këtë vend në fakt nuk janë atje. Besoj që ai ka marrë dhe ka thënë është e paveshme dërgues. Iku kjo. Po, për demografinë, meshkujt dhe femrat, apo jo, zonat urbane, zonat rurale. Tani, këtu ka realisht probleme për shkak se interneti në zonat rurale... Do të ndryshoj Ledio, Jo, është okej Ledio. Zonat rurale? Po, në zonat rurale ka një fenomen. Vërtet, nëpërmjet internetit nuk shkon dot kudo, por aty ama votën e ke më të sigurt, sepse ata që votojnë aty janë shumë të qartë, janë të pavendosur. Ka dhe një gjë tjetër. Po. Unë kam qenë kandidat për deputet 20 vjet përpara vetëm fshatra. Fshatarët votojnë qimgjesllë. Qytetarët shkojnë votojnë mbas dite, ka ashtu, ata shkojnë para se të merrojnë punën, shkojnë votojnë dhe pastaj vazhdojnë punën. Marsit i lirë që mos u mbasim kohë. Gjinia, meshkuj më shumë se femra. Por, nëse doni realisht një detaj, nëse doni të hymë brenda meshkujve dhe brenda femrave për preferencat që kam. Votojnë më shumë meshkuj se femra apo jo? Po, thuaj shifra se njerëzit nuk preferenca çe ke politike, më besoni që meshkujt i ka Berisha, femrat i ka Rama. Nëse do votoni vetëm meshkujt në Shqipëri. Si del me shifra? Nuk do ta them si del me shifra. Po pse? Po ndikon kjo gjëja pak në kështu, nuk kemi pse tym kaq thellë. Por dhe jo rastësisht Rama po bën fushat me. Por 60% e 47% të femrave që do votojnë mund të votojnë Ramën. Dhe Ana Sjellcas për meshkujt. Okej, gjini për moshat e kemi të qarta. Jemi munduar të sondojmë më së shumti moshën mesatare që është 18-20-40. Kemi tentuar të sondojmë 18-20. Kush e voton më shumë, kë voton më shumë rinia? Nga 18 deri 25. Pra votuesit e parë kush i merri? Me Rama apo Berisha? Nga rinia. Votues Qorri ka një përqasje shumë të mirë në rini. Kjo tregon në rritjen. Nuk e them se sa. Po pse mbajmë sekret në këto mëllaja? Po mbajmë sekret në këto, se këto janë gjëra që mund të ndikojnë drejt për drejt në vot. Nëse ne themi në televizion që një pjesë e madhe e të rinjve votojnë Qorrit, kjo ndikon në perceptimin e sondazheve, nuk kemi pse e them. Dakor. Rama ka më shumë të rinj sesa Berisha, por Qorri dhe partitë e vogla po e konkurrojnë Ramën tek të rinj. Pra partia e parë të rinj kush është, PS-ja apo të partitë e vogla? Pastaj është partia e parë. Po mirë, në rregull. Se kjo vjen nga tradita dhe interesi që miksohen së bashku. Edhe nga organizimi. Edhe nga organizimi, dhe simpatia për pushtetin. Shiko, ki parasysh një gjë, Iriu ka simpati për, domethënë, duke sikur Iriu është opozitar, Iriu është opozitar në parim, por krijon simpati për pushtetin sa e shef si model. Pra ka qef të imitoj fituesin.
Qartë. Pra e shef atë që është në pushtet si një arsye për shkuar tek ai. Është opozitar në diskutime, është opozitar në parim. Tek mosha mbi 55 vjeç kush është i pari? Nuk ka vend për diskutime fare. Po sa e pra? Nuk ka vend për diskutime. Atëherë ka marrë zgjedhje. Vetëm se kujdes, në momentin që ne flasim me sondazhe me shifra, po nuk i tham të gjërat duke s'u fshejmë gjëra. Nuk fshejmë asgjë. Thjesht ne nuk mund të themi sot që për shembull 25% të rinjve kanë një simpati që nuk e dim akoma mund të thehet në vot për Qorrin për shembull. Rrezikojmë të deformojmë procesin teknik të votës. Po pse rrezikon më këto janë sondazhet bëhen pikërisht për këtë qëllim. Janë sondazhe për këtë gjërat, por ka tjetër sondazh për kod do votoni sot, dhe ka tjetër sondazh për një grup të rinj prej 500 vetave, kush ju pëlqen juve si kryeministër. Dhe na ngatarrohen ato të dyja pastaj. Sepse nëse janë 20% të rinjve që duan Qorrin, janë vetëm 1% e mosës mbi 50 vjeç që duan Qorrin, dhe na delin mesatare 7%. Rrim tek overalli më mirë. Overalli për ata që din anglisht domethënë. Overalli është tabela e përgjithshme për cilin do të votoni sot për kryeministër. Ajo që në thelb ne na intereson më shumë. Vazhdojmë me tortat e tjera, Ledio. Çka ka pas gjinize moshës? Të ardhurat, e shpjeguam të ardhurat, besoj që për sa i përket metodikës e kemi sqaruar. Janë sqaruar të gjitha. Metodika është sqaruar. Atëherë tani këtu vazhdojmë me të dhënat. Të dhënat. Tani këtu vazhdojmë në drejtë cilin... Unë do filloj njerë sa ka vajt numri i votuesve të këtij sondazhi elektronik. Ka shkuar për cilin do votoni për... Jo, kjo nuk është si në votoni kryeministër, këtu jemi... A do votoni në zgjedhje? Këtu nuk kemi pothuajse asnjë ndryshim. 1%, 2%. Që e kalojmë. Kjo do ngeli deri në fund dhe për këtë jam i sigurt që kështu do të jenë për ata që janë potencialisht votues. Edhe në 9 maj, edhe në 11 maj. Edhe deri në 9 maj. Deri në 9 maj. Çani do dëgjosh nga komisioni i zgjedhjeve ditën e votimit që do thonë kanë votuar 45% e njerëzve. Dhe do më thosh me drejtë, do gjej si doli 68%. 68% e votuesve aktiv. Jo njerëzve shqiptar të regjistruar teorik të votuar. Qartë, e kuptova. Ata që janë aktiv që votojnë gjithë. Ata që janë në Shqipëri për shembull, ose që janë votuar nga diaspora. Sigurisht. Okej. Pra nuk e dia pastaj është një gjë që lidhet ngushtë edhe me këtë idenë që të pajtuar fare. Kalojmë Ledio. Këtu nuk ka ndryshim. Vazhdojmë torta tjetër. Tani, do hyjmë në sondazh, por njerëzit duhet kemi parasysh një gjë. Tani kemi përgjigjet e 68%-shit. Jo të gjithë shqiptarëve. Tani janë 68% që na përgjigjet. Pra, nëse ta bëjmë të thjesht, nëse kemi 1000 shqiptar dhe u themi atyre, sa nga ju do shkonin në zgjedhje? 680 veta thot po, do shkojmë te kutia votimit. Pra, sondazhet janë të këtyre 680 vetash. Ore kot për kuriozitet. Nga sondazhi i anketës që është bërë këtë javë. Po. Sa ka vajt numri votuesve, ma the? Mo, tek i pari ka shku gati 10.000. Po këtu tani sa jemi? 6.800 ishim jam në parë. Po, tani që është e premte. 10.000 kanë vazhduar. Mbi 10.000, rriten ata. Edhe për qarqet, ka shkuar 1.500. Numri i të sonduarve... Pra, duhet përcatojmë gjë që ky është një sondazh elektronik, online, nuk është me telefon. Po nuk është me telefon. E ke thamë aty që mos lodhet. Ka vlerë, po nuk vazhdojmë me tortën tjetër. Vazhdojmë me tortën tjetër. Vazhdojmë me... Që ti themi shirë e pastaj të lëmë kullën dhe marsitin të komentojnë. Diskutojmë për atë që do votonin, ata që votonin sot shqiptarët për kryeministrin e vendit. Ja, të shohim tani Ledio, ka gati apo jo? Kjo është... Sepse nëse shohim atë është e kot që të bëjmë lollo kot. Kjo pastaj... Ato do ta lëmë të fundit çani, do vazhdojmë me qarqet. Mos. Sigur ta dia. Okej, shkojmë te mandat, pyetja, mund t'i themi me zë këto gjërat? Cila? Pa tabel këto. Se është e rëndësishme kjo puna kryeministrit. Totali deputetëve. Hajde fillojmë këtu tani që po totali deputetëve është në fund, duhet bëjmë qarqet që shkojmë te totali Ledio, sepse është çfarë si kam bulet, le ta kapim vesh nga. Dakor, ta kapim si doni, nuk është problem. Dhe se kemi ato ç'të them unë. Atëherë, vazhdojmë. Totali i deputetëve. Fillojmë. Partia Socialiste, sipas llogarive tona, merr nga 71 mandate deri në 75 mandate sot që po flasim në total. Tani unë një gjë kurioz, sepse unë nuk dua tani të ndryj, as unë as Kulla as Marsiti, dua ti thuash ti këto dhe pastaj miqtë e mi e kanë në celular. Po. Këto të dhënat. Unë dua vetëm të kuptoj këtë gjë. Edhe në 9 maj ne, në sondazhin e 4 i bie ose të 5 duke si në 9 maj. Po. 2 ditë para zgjedhjeve. Prap ti kshu do na i thua shifrash? Jo, do afrohemi pastaj. Aty do jemi. Pra nuk do kemi në kokë, nuk i biem dot kokë. Mund të kemi një marsh gabimi me një mandat për çdo parti. Po hape çik mos lë me një mandat apo? Që ti jesh ti brenda. Unë brenda jam sot. Unë do të jem afër, do të jem afër pastaj. Se 71-75, është diferencë e madhe shumë. E di pra që është vetë, po prandaj thash, nëse ne shohim gjitha qarqet, o çani, matematikisht janë 12 qarqe. Dhe në 12 qarqe i thon 12 votime kësaj radhe. 12 votime. Me këtë sistem janë 12 thes. Dhe ka thes ku kemi akoma pikpyetje. Iku do vim atje, të lutem vazhdo këtu, do tani deputetë gjë. Partia sishëm shpjegimi 12 qarqe. I 12 qarqeve përpara se mandati final. Partia Socialiste, në atë që kemi sonduar ne, merr për momentin nga 71 deri në 75 mandate. Partia Socialiste. Vazhdojmë. Një javë më parë
ishim 71 dhe 74 mandate. Po, bravo, Ledi, i ka bërë bukur këto. Po, lerdhe një të madhe, po, një javë më parë, 71, tani i bie që po avancon PS-ja. Po avancon PS-ja, dhe sepse e din analistët që Më shumë se sa po avancon, PS-ja i mban. Ato nuk e mban. Okej, vazhdojmë. Po i mban dhe po i deklaron. Shikoni, sondazhi ka dhe veti deklaruese. Një javë më parë, isha ndyshime. Sot thot po, e marrë këtë votën. Okej, vazhdojmë me tjetrën. Po dëja me aleatët, e vetë. Po. Pra, Berisha me aleatët e ti, kjo është ideja. 27? 27 dhe 52 mandate ka sot. Bukur. Në kishtë javën e kaluar? O, isha më lartë javën e kaluar. 28? 29-55. 29-55. Ka një rënje me 2 ose me 3 mandate. Qa pëndofë? Sepse ja marim partitë e vogë. Ja do pjës kullën dhe Marsilit. PS-ja, PSD, Doshi, Tom Doshi. Kishte 3 të sigurta, po në ashtuar një element, Kuksi. Në Kukës shofim një... Qa del atje? Po qa del aty. Pra, jo 3 deri në 4. Po rritet në Kukës? Jo, ka një tentativ të ti për të fituar një mandat në Kukës. Po, pra, po rritet Kukës, atë po them. Po rritet numrat Kukës. Po rritet numrat në Kukës. Nuk janë të sigurta. 3 ka të sigurta, 1 në Tiranë, 2 në Shkodër. Sa tje ishte javën e kaluar 3 për doja, tash është prej 2. Qori, Alin Qori në rezultate që na dalin fiton mandatin e Tiranës sot. Pra ndaj nga 0 deri në 3 është 1 deri në 3. Pra sot Alin Qori të thua si pas të sondazhi ishte i ka sigur një mandat. I ka sigur mandat në Tiranës. Pra del ky Redi, del Redi Muçi. Nuk e di kush është i pari, por Redi Muçi. Alin Qori është i dytë. Ndërkohë një sekond, ndërkohë që Qori ishte 3. Ishte 0 në 3. Ishte 0 në 3. Pra nuk e kishte të sigurt asnjë mandat. Ka një rritje Qori pra. Po ka një siguri. Ka një siguri, bravo. Po shiko, kur themi 1 deri në 3, nuk do jetë do 3. Mund të jetë 1 ose 2. Atë nuk e dim. Po se po mori ky 3 në këtu, ulet një tjetër 0 deri në 3. Nuk është deri në 3 sot, por nuk e dim çdo na thonë do të maj. E di, okay, vazhdojmë. Të lutem, le të ndërtojmë gjërat të rrjedhin normalisht. Okej. Le të mos parashikojmë të ardhmen. Okej. Ku jemi? Në këtë rast. Lapaj. Po, Lapaj. Ka rënje. Vazhdon të ruaj mandatin në Tiranë. Po? Lapaj? Po? Ato 13... Ka rënje Lapaj në Tiranë? Jo, në Tiranë nuk ka rënje. Shiko, në Tiranë... Jo në Tiranë, më falë, nga trova. Tiranë e ka të konfirmuar, ka rënje. Ka rënje në total. Jo, po, shiko që ndodhë tani. Ka shtim votash në Tiranë, po të pa mjaftueshëm për të tentuar mandatin e dytë. E kuptova. Dhe ndërkohë ka rënje në përrethe dhe i rrezikohet mandati i parë. Iku. E kupton? Jo, jam i qartë. Vazhdojmë poshtë. Po, vazhdojmë poshtë. Vazhdojmë. Shejaj. Shejaj ka qenë 0 deri në 3. Ka një rënje edhe Shejaj. Ka rënje Shejaj, ama ka forcuar pak pozitën në 0 deri në 1 Tiranës. Pra në qofse ta shpjegoj me fjalë. Në qofse një javë më parë kishte sigurt rreth 8000 vota në Tiranë. Sot këto 8000 vota janë bërë 9000 në Tiranë. Po shkon drejt mandatit të parë. Si e kupton ti këtë? Si e kupton? Do shohim qartë. Bravo. Po duhen 13800 vota. Ta garantoj. Ma di, ne ishtojmë dhe një përqindje të vogël me 500 vota për secilin për të garantuar deformimet. Pra, në qoftë se unë them që Adriatik Lapaj sot e ka Tiranën, pa 14500 nuk janë nxjerrë mandatin. Nuk i dim pastaj mesatarët, pra ne luajmë gjithmonë me maksimumin e sigurisë. Si ti jemi brenda. Që ti jemi brenda. Vazhdojmë, Ledio. Jo, vazhdojmë, Ledio. Vazhdojmë keq. Po. Ku jemi tani? Basha. Te Basha. Jo, Basha. Basha 0101. Basha nuk ka ndryshim nga java e kaluar. Nuk ka ndryshim nga java e kaluar, po prit. Basha këtë mandat që ka, kam përshtypjen nga ajo që kanë dalë në sondazhe që mund ta marrin në një rreth në një qark tjetër janë Tiranë, Durrës. Dakor. Që i bie mos jetë Basha. Qartë e kuptova. Unë mendoj që e merr në Tiranë. Është në garë për ta marrë në Tiranë. Akoma se ka siguruar. Okej, vazhdojmë. Po që e ka siguruar, kjo është pak pa e sigur. Pas, se ka siguruar. Mos do të bëjmë një pauzë tani, Ta bëjmë dhe të fundit fare, se kjo është lajmi. Partia e Dashej dhe Alibejait, koalicioni që kanë ata të dy, kanë shumë gjasa që të marrin një mandat në qarkun e Fierit. Sepse Alibejai në Fier është shumë i fortë në Mallakastër. Me Kaplanaj. Ku familja Kaplanaj në përgjithësi për traditë ruan traditën. Ka qenë dhe ish kryetari E di, ka vite. Pra, të rejat që kemi ne për të bërë një përmbyllje është që... Po pse përmbyllje, s'kemi mbaruar? Jo, përmbyllje të totalit. Të totalit, po? Të rejat që kemi ne është Partia Alibeja dhe Dashej që mund të jenë prezent në parlament, është gjasa. Konfirmimi i Qorrit në Tiranë, me pak vonesë po konfirmohet Qorri në Tiranë. Dhe Tom Doshi që po lufton në Kukës. Nuk është akoma te mandati, nuk është akoma te mandati 4. Ka progresion rritës, dhe nga ana tjetër PD-ja e Berishës të kurrur pak. Do i mani vesh tani përveç kësaj grafike, që grafike? Kemi mandatet, qarqet. Qarqet na kanë mbetur. Qarqet edhe ai i përgjithshmi për kryeministër.
Bukur, ta i Ledio, i kemi qarqit apo si ke do të akoma? I ka Ledio, bravo, i matë Ledio. Rofsh. Ajde, shpejt qarku. Qarku Tiranës. Tu tani s'ka komente, ti vetëm lexoj. Për mua, për sondazhin PS-ja ka rënje me 1 mandat të javë, dhe PD-ja ka rënje me minimalisht 1 mandat të javë. Se gjërat shkojnë bashkarisht çani. Nëse Qori siguron 1 mandat në Tiranë, nëse partitë e vogla marrin ato e bien të mëdhajave, nuk ndryshon numri i votuesve. Rritja e Qorit zbret PS-n në Tiranë, pra janë rritja e votave të Qorit do të thotë ulje e votave potenciale për të majtën për PS-n. Vazhdojmë me tabelën. Kemi Qorin, pra Lapajn e kishim të konfirmuar, të gjithë të gjërat e tjera nuk ndryshojnë. Nuk ndryshon nga java e kaluar. Por kemi një tentativë të fortë, nuk përkthehet në numra, ende nuk përkthehet në 26.000, 27.000 vota që duhen minimalisht për 2 mandate, por për momentin partia e Tom Doshi nga llogaritë tona del diku tek 19.000, 20.000 vota në Tiranë. Që do thotë? Që do të thotë që po lufton për deputetin e dytë. Nuk është e lehtë. Do t'jetë shumë e vështirë. Sa ka marrë Doshi në zgjedhjet e kaluara? 14.000, 13.500, ai sa i duheshin për 1 mandat. Në Tiranë sa ka marrë? 13.500. Një mandat. Po të tjerat ku i ka marrë? Një në Shkodër. Të 2 në Shkodër. 2 mandate në Shkodër. I konfirmon prapë të 2 në Shkodër. Okej. Dhe pretendonte që është afër mandatit 2 në Tiranë. Toma nëse arrin mandatin e dytë, në shifra do bëj rekord. Do dyfishoj mandatet. Vazhdo me qarkun tjetër, Ledio. Edhe më thuaj kur bie gongu. Vazhdo me qarkun tjetër. Shpejt, janë 12 dhe të mos humbasim kohë. Qarku Durrës. Qarku jepi. Durrësi ka... Nëse s'ka të reja... Po jo, Lapajn kemi këtu që pra. Këtu bie Qori, rritet Lapaj. Shiko se këto tani janë alternativat i lirë, do të thënë bien ule me njëri tjetrin, të pashpjegueshme janë, por parimi këtu është akoma që PS-ja ruan 700. Pra PS-ja ruan 7 mandatet. Ai sa më duket, objektive nga 8, më duket mos gaboj. Në Durrës i ruan PS-ja. PD-ja? Po PD-ja? PD-ja këtu ka një ruan 5, por po tenton për më shumë, por nuk e di ma si doja dali. Jo, nëse shef, edhe Basha, edhe Lapa i marrin votat djathës, shu që ata e marrin PD-s. PD-s. Vazhdojmë, qark tjetër. Qark tjetër, Ledio, si pas radhës i këti atje. Vlora këtu, tani, kemi largimin e Agron Shiajt nga mandati Vlorës. Në qofë se një avë më parë, kishte shpresa që të merte një mandat në Vlorë. Ti thua këtu, ka rënje. Ka progresion rënje Shejaj. Se është përqendruar në Tiranë. Është përqendruar në Tiranë, Shejaj. Dhe këtu sondazhet na thonë 9-3. Iku. 9 PS-ja, 3 PD-ja. Djafta. Votat të treta këtu nuk kemi, për momentin. Por luet gjithmonë në nivele kështu. Për qenë e vogël, mjaftojnë pak vota që... Mjaftojnë pak vota që humbi PS-ja mandatin e 9. 9 dhe të mori PD-ja mandatin e 4. Fieri, stabilitet i PS-s në Fier, por këtu kemi, si që thamë më para, Alibejn, i cili, me logjik, do t'i marri mandatin PD-s. Në qoftë se Alibeja dhe Dashej, partia e tyre, me ndihmën që kanë nga Mallakastra dhe nga Ballçi, do të arrin ta marrin këtë mandatin. Duhen mos gabojnë 10.000 vota për ta bërë këtë gjë. Dhe ata e kanë treguar dhe në të shkruarën që mund t'ja dalin në një shifër të tillë votash, ja marrin mandatin. Iku. Pra në Fier lajmi është Alibeja i sot. Alibeja është lajmi në gjithë parlamentin sot. Askush deri sot, në asnjë televizion, në asnjë sondazh nuk e ka lexuar votën e Fierit. Një mandatin. Të paktën deri sot. Të paktën deri sot. Vazhdojmë me Korçën, gjë. Korça, çikoni çfarë po na ndodh në Korçë të shtetit. Përveç se largohet Lapaj dhe largohet Qori. Kur thua të largohet aty, do të thonë katërheqje. Katërheqje Lapaj dhe Qori. Dy partitë më dhaja shkojnë e marrin njëri, dhe njëri ti djathtas. Prandaj katërheqje. Del 55 më duket kjo. Jo, çfarë mund të ndodhi këtu? Okej. Shiko tani. Shtuar atje? Shtuar Lapaj në Korçë. Çani, shiko çfarë mund ndodhi. Partia Demokratike. Jo çfarë mund të ndodhi. Sondazhet sot. Teorikisht janë 5-5, sepse Partia Demokratike ka futur një eksponent në garë, që është shumë i rëndësishëm, i cili është duke marrë votat e atyre të pakënaqurve të PD-s. Po i mbledh këto vota. Qartë. Djali i kryetarit Partisë Demokratike të Qarku. I Turi Krekës, po ki parasysh se ai mbledh vetëm votat e demokratëve. Po çon si ka? Nga që unë njoh Korçën mirë, por prandaj kam kandiduar Por për herë të parë në të gjithë qarqet e Shqipërisë diaspora mund ta përcaktojë zgjedhjet, sepse radhë do ta përcaktojë Selaniku se kush e merr mandatin. Dhe Selanik është më afër PS-së. Pra në qoftë se ato 3-4.000 vota që ne na dalin nga diaspora e Korçës në Selanik votojnë për PS-n. U kuptua. Shkojnë 6-4. Iku, vazhdo me qarkun tjetër.
Elbasan. Nuk kemi surpriza në Elbasan. I që ledjo, ja të shofim që njerëzit të shifrat. Bie njëri ule tjetërit të dvoglat, nuk kemi surpriza në Elbasan. Kush bie dhe ule në Elbasan? Po bie Lapaj. Dhe ngrihet? Ngrihet pak PS-ja. Dakord. Dhe ngel një. Atë një, pasaj do të tentojnë të marrin Ja, e merë PS-ja të Qorrit dhe shkon 9-5. Shkon 9-5. Tani ky është parashikim. I thua, shiko, 8-5 është për momentin. Në mënyrë si flet kullat, duke sigur kanë baruar zgjedhjet. Sondazhet më burr çfarë them? 8-5-0-1. Shiko, është tendenca. Nëse në qarqet e majta, sepse unë këtë po them, atje ku ti je shef që PD-ja bie, është e qartë bie se këta të vegjël shkojnë dhe gërrojnë PD-n. Ndërkohë që nëse këta të gjithë do ishim bashk, pra do kishim sot një front, PD-ja me partitë e vogla të djatha, sot diskutojë pushteti e Tiranës, sepse ata shkojnë, ja heqin tullën në çdo qark, dhe në qarqet e majta janë në jug. Nëse në qarqet e majta në jug, pse rritet dhe këta s'kan mundësi të rriten, është ajo gapi diferencë. Se këta marrin thua ti më së shumti nga Partia Demokratike. Disa prej tyre, vetëm Qorri merr nga PS. PSD-ja dhe PS-ja marrin nga PSD-ja merr dhe nga e djatha në Shkodër, domethënë. Por PSD-ja në Tiranë për shembull merr vot majt, futet te strukturat e PS-së. Niku e kuptova. Kurse këto partitë tjera, çfarë tham, Ali Beaj, Ali Beaj është me Dashej, Basha, edhe Lapaj, ta marrin djathës. Djathës, po. Je i qartë, po. Vazhdo me qarkun tjetër, jo. Berati është, okej. Berati po kristalizohet. Ishim të Berati, këtu tani do të lutesha Gjergj, vetëm lexim. Vetëm lexim do thuar vetëm ka dyshu kjo, kaq. Po, këtu te Berati, prapë edhe këtu, siç ndodhi edhe në Vlorë për shembull, i bien voglat. Bien voglat. Vazhdojmë Ledjo, qarku i ose 4-3. Në rastin më të mirë për PD-n është 4-3, në rastin më të mirë për PS-n është 5-2. Po të dini ta lexoni tabelën, do të thotë që në rastin më të mirë është 4-5 ose 3-2. Sot është 5-2. Për Ramën. Për Ramën kundër Berishës. Po. Në Berat. Lapa e këtu ul apo jo? Ulen, nuk merr. Nuk merr deri sot. Se ne nuk dimë. Është në progresion në rënës, po patjetër është dinamik. Dinamika e çuditshme është kjo. Nuk di si do reagojë elektorati. Gjirokastra. Ja ku jemi. S'ka asnjë ndryshim. Lapaj dhe Qorri ndryshojnë vendet. Ca këtej, ca andej për të tentuar një mandat. Iku. Vazhdojmë Ledjo. Alternativa 3, që i marrin gjërat njëri tjetrit. Qartë. Qarku? Po ç'ne më të Qorri merr majtas, Lapaj djathtas. Jo, nuk merr ekskluzivisht majtas dhe ekskluzivisht djathtas. Ka dhe njerëz që duan një postë të tretë. Vota protestës është vota tretë. Qarku Dibër. Nuk ka ndryshim. 2-3. Vazhdojmë Ledjo. Vazhdojmë me tjetrën. Nuk do ndryshim. Qarku, tani do shohim nga Dibra ikim tek Qarku Kukës. Këtu kemi hyrjen e Tomës, pra. Këtu kemi hyrjen e Tomës. E tham pak më parë, s'kemi ta pse përsëris. 1-1. 1-1 ose 1-2. Po gjithsesi ti thuaj që Berisha këtu i merr 2. Sot për sot është duke rrezikuar, po i rrezikon Toma mandatin e dytë Berishës. E kuptova. Vazhdojmë Ledjo. Javën tjetër do jetë më i qartë Kuksi. Stabilizohet javën tjetër Kuksi. Lezhë. 4-3 për PD-n duhet jetë. Po, nuk ka ndryshim. Nuk ka ndryshim. Vazhdojmë Ledjo. Igu dhe qarku Lezhës, nuk e di sa qarqe ka mbetur akoma, se Shkodra. Se 12, ja. Ka rritje PD-ja në Shkodër. Ka rritje PD-ja në Shkodër. Po, ka rritje PD-ja në Shkodër, shumë pra mandatit 5 PD-ja në Shkodër. Vërtet? Po. Po Toma? Vazhdon me 2. Nuk ju mbet në sondazh Toma ata që ka fituar 4 vite përpara. Gjithsej me mandate, po. Ja llat shtoj diçka, por nuk ju mbet Toma. Ja, do ta themi tani me të ftuarit e mi se çfarë është kjo histori. Ka tjera Ledjo? Po duhet jetë ajo e përgjithshme tash, ta japin fund. Votoni për kryeministrin? Po. Dhe këtë thjesht do e shohim. Po ka ndryshime. Këtu ka ndryshime? Po ka ndryshime të vogla, ka një rënje të Lapaj dhe Qorrit, po ta vini re. Një sekond, do të thënë ishte Qorri i treti? Po janë të vogla, janë 7, 6.8, 6.1.8, të dy kanë rënje. Qorri ka rënje më të konsiderueshme, sepse sondazhi na thotë që po vjen dita e zgjedhjeve dhe përqyeshmëria po shndrohet në vot, vota po shndrohet mandat, mandati po shndrohet kryeministër. Le ti thua do ngushtohet kjo deri në datën 9 maj? Po, se shiko Tomën. Se partitë e mëdha do gjujnë te partitë e vogla që shiko Tomën. Toma Dashej ka pak rënje. Pra gjithaj populariteti, madhi Dashit e tjerë 3.5. Toma ka një 1% shritje. Lul Basha ka rënje. Pra një pjesë e shifte tani nuk e shef më Bashën. Stojku 0.1. Ato kanë rënje fare. E di çdo më thënë 0.1. Asgjë. Qartë. I fut sondazhi 5 tu 5 aty sa përqend diçka. Dakor. Ajo 0.1 është shkot. Në statistikë, në sondazh. Jo, kuptoj. Po pra, për të qenë korrekt, po. Pra, këtu çfarë 3 gjëra. Me këtë sistemet 0.1 të një mandati ku? Patjetër, po 0.1 është shkot në logjikën e përqyeshmërisë për kryeministër. Qartë. Edhe një herë tabelën, 2 gjëra do them, pastaj do t'i lë. Tabela është atje, vazhdo.
76% e njerëzve sot në Shqipëri që votojnë, nga 68% që votojnë, duan o Ramën o Berishën kryeministër të vendit. Iku, falenderi Gjergje i madh. Kontributi jote ishte i shkëlqyer për sonte. Tani unë në këtë minutë që më kam mbetur do filloj me Kullën dhe me Marsidin dhe në orën 10 që e mbyllim këtë bisedë. Kulla, që të mos rrim të bëjmë kështu në përkallamishte. Një element shumë i çuditshëm është vëlla. Ky sondazhi i Sonketës në bashkëpunim me Zonë e Lirë nxjerr një element që nuk e shohim pothuajse në asnjë sondazh tjetër në këto televizionet që bëjnë sondazhe, qoftë italian, qoftë ku se çfarë janë. Greku që është ai Mavro te Euronews italian që janë këta të reportin më duket italian të tjerë nuk e se ku e bëjnë. Te News 24 apo kë. Çudi e madhe vëlla. E kam unë gabim apo se mua nuk më del te ato sondazhe nuk del Toma fare doshi. Dhe unë do të kuptoj pse nuk del doshi. Sepse Toma, kur bëri shpjegimin Gjergji nga... Ato janë sondazhe që janë, ndryshe nga ky toni nuk janë elektronike, ato janë sondazhe me të pyetur. Po, me anketim. Ndryshe nga ato sondazhe, Gjergji e shpjegoi mirë, kishte gati gjysmën e fetës se kishte në pjesën rurale të shoqërisë. Dhe pjesa rurale e shoqërisë, e cila nuk lexohet nga sondazhet e bëra nga televizionet. Tani le të ktheu te mandatet, jo këtu më, se te mandatet do të kuptojmë. Të totali mandat. Të totali mandateve, le dio. Në nxit totali mandat. Kjo është edhe pjesa që jo rastisht ta thashun ata votojnë paraditë gjithë, i kem gjës deri në paraditë kanë. Jo, po më shpjego këtë, që mos bëjmë shumë paranteza kulla. Po, kjo është pjesa cilën ata nuk e gjuajnë dhe nuk e lexojnë dot. Po pse nuk e lexojnë dot? Njerëzit nuk flasin ato sondazhe? E para njerëz që duhet i kapësh ata njerëz. Ta shkojnë nëpër qytete. Këta Toma i ka të përqendruar, domethënë. Toma i ka të përqendruar. Toma për shembull kur futesh në Shkodër, ti ke për shembull sot Toma është partia e parë në Këshillin Bashkiak të Vaudevës. Qartë. Kryetari i bashkisë është IPS, se kanë qenë koalicione të tjerë, por në Këshillin Bashkiak të Vaudevës është forcë e parë. Dhe Vaudevës do të thotë fshatra. Qartë. Gjitha ajo zona pa hyrë në Shkodër, në Shkodër, janë gjitha fshatra. Ti kur shkon në Shkodër, këta bëjnë sondazhet në qytet. Dhe në qytet e lexon Toma shumë pak, se në qytet janë dy forca të mëdha, është PDPS. Po në fshat nuk bëjnë fare sondazhta. Nuk pyesin për fshat. Bëjnë fshat. para sondazhe në fshatra, këtë po të them. Pse është kjo arsye? Unë mendoj që mos kanë një arsye tjetër më kolla. Jo, nuk bëjnë sondazhe në fshatra. Do të them diçka për këtë. Nuk bëjnë sondazhe në fshatra dhe në pjesën rurale, po në fshatra janë hallexhit. Çan. Kur ka një problem, i bi telefonit dhe të përgjigjet. Kur i bi partisë të madhe, ke një njeri i spital, mos marrë shembull se ta thash para se pije këtu, ta vëlla hapin telefonin dhe nuk të vinë në spital. Ai shkon në spital do. Mirë, tani, bravo. Tani. Atë që nuk tha Kulla, nuk e di kush do të thotë nga ju. Njerëzit që votojnë Tom Doshin sot, po të pyeten nga njerëz në telefon, ose nga njerëz që ju vjen i takojnë, do japin fletë. Refuzojnë. Nuk thonë që të votojnë. Refuzojnë. Se kanë frikë. Jo, nuk është çështje frike. Do ta shpjegoj unë këtë gjë se më ka rastisur. Po pse nuk thonë këta njerëz se sepse është vot klienteliste. Nuk është vot parimore. Është vot e një interesi të përbashkët. Për shembull, ky është njëri që na ndihmon do japim këtij. Po patjetër, në Don Bosco, në një lagje të Tiranës, në Don Bosco, Toma i ka rritur shumë votat e tij. Pse? Sepse aty janë 5 pallate, ka qenë 5 pallate ekzistues kohës së Enverit. Toma i ka shembur të gjitha, kur themi Toma, firmat që janë afër tij, qartë, dhe po ndërton pallate të reja. Dhe këta njerëz do marrin sot hyrje më shumë, metra më shumë, do marrin ndërtesë tre, do marrin zhvillim. Dhe duke qenë, ore, pse është modeli i biznesit në politikë, po? E tha që në fillim Çan Gjergji, Çan janë ato indikatorët e famshëm që i tha Gjergji që në fillim. Tradit, simpati, forcë. Këto janë edhe interesi, që është i përfshirë, po. Këto janë elementet bazë. Do ku hyn te interesi? Po normalisht, te interesi të fuqia. Por kujdes. Fuqia ekonomike. Me kalimin e viteve, interesi kthehet simpati, simpatia në tradit. Po. Kujdes. Sepse Shkodër po janë Shkodër kjo ka ndodhur. Ky evolucion ka ndodhur. Dhe pse s'delte sondazhet e tjera që nuk janë elektronike? Sepse njerëzit janë të qetë votojnë se nuk i shikon njerëzit sa. Është principi që tham, sepse nuk është vot parimore. Është vot në thonjza. Jo, do të shpjegojmë pse nuk del. Kam bërë se s'kemi kohë, po dëgjoj, po më futet prapë tek këta. Jo, po kjo është pyetje për mua. Pse nuk del se sondazhet atyre del te imi, nuk është për këta. Po jo, më është për ata se ata do analizojnë burr. Mos u ngatro ti e the tënden. Gjergj. Është edhe mënyra Çan. Një sekond. Pse se ndoshta e kam unë gabim. Sepse unë kam bërë një sondazh për mund ta bëj publik tani për kandidatin Fredi Beleri në Imar në zgjedhjet bashkiake. Dhe ku shkoja në Livat, ku shkoja në Dërmi, ku shkoja në Palas, ku shkoja në Vuno, ku shkoja në Bosh,
nëpërmjet internetit njerëzve që ishin atje, më dilte që ishte barabar, siç doli barabar, se fitoi me 20 veta. Gjithë sondazhet e tjera thonin 70% PS-ja. Di pse? Sepse në vende orale, ku shkon dhe pyetjet me këje vlla, me pushtetin thonë gjithë, nuk duan të rrezikojnë, po patjetër më. Atëre pyetja ime online është më e vërtet. Pra, bravo. Falenderoj. Pra, njerëzit kanë frikë të thonë të votojnë për Tomën. Pyetja ime është pse kanë frikë, më Toma është i njeri si gjithë tjerët, dhe bravo i qoftë, merr vota valla për interes s'më intereson fare. Duhet thënë, kësaj jap do të përgjigje? Marsit, faleminderit gjë. Unë mendoj një çan është afiliacion. Te elektroniku njerëzit nuk dihet se kush kanë që votojnë. Unë nga bisedat që bëjmë qytetarët, një arsye është afiliacioni në kuptimin qëndrimi i Tomës. A do jetë pjesëmarrës në tortën e pushtetit apo jo? Kjo është e qartë. Dhe që deklarosh votën që i je pro Tomës. Po se kanë deklaruar, as jetë e kaluar nuk është deklaruar, më nuk dilte Toma fare në sondazh. Po pra, se ka të bëjë dhe me metodë regjinër dhe me pyetjet. Ai pyesin këta qytetarë, për shembull, disa njerëz që unë çan thonë që i bëjnë pyetje më shumë vetëm për 2 partitë e mëdha. Po jo më tani. Për shembull, këtë do votonin? Do votonin për sondazhin, po tash tani janë të gjitha partitë e tjera Tomas del Gjikundi po them më burr. Po pra. Ndërkohë që delte ky elektroniku, se ne jemi vetëm mision që po bëjmë një sondazh me anketën elektronik, që është një bast. Kupton? Bukur. Tani pyetja ime është, ka ndonjë kleçk tjetër sepse nuk del Toma në ato sondazhet e atyre dhe del te ne? Pra përveç faktit që ato sondazhet e atyre është face to face, ose telefon me telefon, është me zë. Pra njeriu që merr telefon nuk do të thotë vërtetën, sa i e di se kush është. Pra, nëse mua marrin telefon vlla. Jam një qytetar i zakonshëm. Unë kam frikë të them të votoj Marsidin ose për Kullën. Sepse janë ato 2 indikatorët që thash pak përpara, plaset interesi me fuqinë. Prevalon fuqia. Interesi është arritur tashmë. Dhe kur i premtohet vota, interesi sondazhet e tjera nuk shprehen me mandate. Tani se del ty Toma. Shprehen me përqyeshmëri. Frika për të ardhmen është tek fuqia. Dhe partia që deri tash del që është në fuqi është Partia Socialiste. Ajo që më bëri përshtypje mua Çan, që në momentin që Gjergji po na shpjegonte shifrat edhe anketimin, është që ka një raport midis partive të reja dhe partisë madhe të opozitës PD-s. Kur të kurën ato rritet Partia Demokratike dhe në moment që bie Partia Demokratike, pra ka një të kurrë rriten partitë e vogla. Kuptohet në një rast ideal se kur të ishin gjithë bashkë, Rama do ishte në opozitë në 12 maj. Po, është e drejtë. Tani janë gjithë shifrat mjafton të mbledhësh. Tani ideja është pse ndodh ndryshimi i raporteve. Pra, ose ndodh një të kurrje e partive të vogla dhe rritet Partia Demokratike, ose bie Partia Demokratike dhe rriten partitë e vogla. Pra, kjo ndryshore. E para unë mendoj që ka të bëjë me programet. Mbyllë Marsit të jap Kullës tani se pyeta me drejt me ligjërimin. Unë mendoj që partitë e vogla, përjashto Arlin Qorin, i cili është konsistent. Sondazhet kanë lexuar programet? Mendoj që po, deri diku ndikon, po ndikon ligjërimi më shumë, edhe angazhimi politik. Programi është një pjesë e vogël. Por Arlin Qori është i vetmi që është konsistent në ligjërimin e tij. Dhe po ta vëmë nga këto partitë e vogla, Arlindi ka qenë prezant edhe në media dhe në debat. Programi unikatilit të jetë? Jo. E kam aty del Berisha flet për unikatilin, del Rama flet për unikatilin, del Luli flet për unikatilin. Ku është programi këtu? Edhe Partia Socialiste del me vadhe për të hipnotizuar njerëzit. Edhe me kërcime dhe me fjesë pa angazhime. Edhe ai është program. Kjo që është demonstrim i forcë burrësh. Te po them. E tham ato pra, që është ajo thuaje simpatia e para, tradita e dyta. Dhe tjera të vinë poshtë. Edhe në rastin Çan të Mallakastrës, po ashtu është tradita. Për shkak se zoti Kaplanaj atje, i cili është i angazhuar pranë zotit Ali Bejaj, ka traditën e pushtetit, sepse ka qenë kryetar bashkie, ka një historik të gjatë në pozita drejtuese, dhe gjithashtu ka lidhje me komunitetin. Kjo është arsyeja pse ai është rritur. Për shkak të traditës. Kjo këta tjetër është thjesht simpati dhe pëlqim, Çori dhe Lap. Çështja është shumë e thjeshtë. Në zgjedhjet e fundit vendore, Partia Socialiste në jug ka bërë kërdin, i ka marrë gjithë bashkit. Dhe i ka lënë Partisë Demokratike gjithsej gjithë me vetëm jug. Gjithandej. Jugu është kështu, domethënë. Patjetër, pra jugu normal dije, po. Dhe mënyrën se si kemi organizuar në zgjedhjet me këtë listë zgjedhor që është proporcional rajonal, në këto zgjedhje bashkit ka një rol të jashtëzakonshëm, pushteti vendor ka një rol të jashtëzakonshëm, sepse është ai që e lidh me popullin, është kontakti drejt për drejt me shtetin. Pra kontakti me shtetin është komuna, bashkia, ajo zyre vogël aty, ato ndërmarrjet që ke, sepse gjysma e popullsisë vazhdon jeton në fshat. Dhe është e pamundur që me këtë sistem zgjedhor që kemi ne, me këto ndarje në 12 thas, në 12 qarqe. Një neveri e paparë. Edhe sikur të marrin, edhe sikur të votojnë në shkoj 80 me 20 diaspora, ndahet në 12 thas. Raporti proporcional për të prodhuar një deputet më shumë ose një deputet më pak, mundësia është shumë e vogël.
e demonstruan zgjedhjet e Kosovës, ku ka vetëm një thes. Dhe thesi është ai kombëtari. Edhe atje vetëm një deputet fitoi në vetëvendosje, po vetëm një deputet shtoi, nuk shtoi më shumë. Në rastin konkret tu mund ndryshoj, si në rastin e Korçës që po fitoi PS-ja thellë në Selanik dhe në Greqi, atëherë ata mund të aprodojnë deputetin më shumë, dhe mundësitë e Partisë Demokratike në Korçë janë rasti më të mirë është të shkojë barazim. Po kështu ke Gjirokasën, po kështu ke Fierin, apo Elbasanin, ku ka diaspora një rol. I vetmi vend ku ne do shohim një vot opinioni, një vot mendimi, një vot që mund ashtu, është qarku i Tiranës, që është një qarku, bashkia. Po dhe qarku, le ta themi, bashkia po dhe qarku, do më thënë, bashkia e Tiranës është e madhe atje, dhe për shkak të, por atë e ka asorbuar Edi Rama duke dalë vetë kandidati... Jo, se unë kam sondazhet, në qoftë se nuk do ishte Kavaja, në qoftë se nuk do ishte Kamza, në qoftë se nuk do ishte Paskuqani, në qarkun e Tiranës, Lapa, Qori me Shok do kishin nga 2-3 mandate. Po pra harta territoriale, ajo është në Kavaj nuk hyn Qori dhe Lapaj. Votat e Kavajës bashkohen me votat e Tiranës, japin votat e qarkut. E kupton matematikën e... është perversitet i paparë kjo që kam bërë këta më. Kamza, votat e Kamzës. E imagjinon të agron shenjën Kamës. Politik. Qartë. Ky ligj zgjedhor, sepse forcat e vogla nuk patën sepse janë arrogant, nuk dëgjojnë, nuk patën minimalisht inteligjencën tuleshin dhe të përfitonin nga një pragmatizëm që thonin, ore të bashkojmë ca vota që të rrisin mandatet, se ne do i humbi, unë jam shumë i bindur që shumë nga këto mandatet e vogla që ne kalkulojmë, kur të humben se këto do të shkojnë asaj që është forcë e parë në atë qark. Atje ku është PS-ja forcë e parë do ta marrë PS-ja, atje ku është PD do ta marrë PD. 14 mandate nxjerrin sondazhet, por polin e tretë nëse do ishte. Dhe ne do shoh dhe ka mundësi çan me këtë sistem zgjedhor, me këto lloj sondazhe që unë i shoh kudo pak a shumë, kjo është tendenca, ka mundësi që të digjen rreth 200-250.000 vota partive të vogla gjitha bashkë pa prodhuar deputet. Partive të vogla 250.000 vota. Por Elësia zgjedhjet e fundit mori 120.000 vota dhe prodhoi 4 deputetë vëlla. Do që 80.000 vota. Në qoftë se një parti merr në Tiranë 13.700 vota, jo 13.800 vota, të gjitha digjen. Nëse do kishte qenë sistemi 2013-s, nëse do kishte qenë sistemi 2013-s me rezultatin e 2021-shit kryeministrin përcakton dhe LSI-ja. Fyto. Por ju dojnë 80.000 vota. Dhe ti thua që kësaj radhe është njësoj apo do të më keq? Më keq. Është më keq akoma. Sepse deri në herën e shkuar kishte në ashtu, kësaj radhe është më keq, se kësaj radhe është kështu, e zezë bardh, nuk ka. Rrin dhe pak më. E kuqe blu. Rrin dhe pak më, Marsit mbështetur pak. Le dio. Ndërkohë po presim me Temagën, që është listat e hapura të Partisë Demokratike, i cili është duke ardhur apo jo? Më thos stafi, është këtu. Po ç'bën atje? Është këtu, ka ardhur po. Po duhet vi këtu të mikrofonin, le dio. Në reklama. Po pra po ndërkohë do të ishte gati, se unë thash ta ftoja këtu. Ti ishte këtu edhe që të shtanim një karike dhe kur ti ikte kulla me se kulla do iki, se Gjergji po duam dhe e mbajmë pak, me që Gjergji i sondazheve mund t'i thot në një fjalë. Mund t'i thot në një fjalë për shembull e Temit. Po kësaj radhe jo për sondazhet, se nuk është. Unë e di sa vota merr Temi. Mos ja thuaj. Jo, nuk ja them. Po që e di, ja them dhe ku do i marri dhe sa do marri. Zërbe. Për zotin. Mirë, një sekondë atë. Me qëra fjala, bëjmë një xhiro urgjent në Çilek. Ç'është Çileku do thoni, është super brand ndërkombëtar.